to masakra, se ato masakra duhet të quhen. Ky genocid i hapur duket se ka shkaktuar edhe atë që ne mund ta quajmë dhe një lloj përplasje midis brenda shoqërisë izraelite, kur ne dimë që në Izrael kanë qenë shumë protesta antiqeveritare. Në kohët e fundit, rinia kryesisht është totalisht kundër politikave të Benjamin Netanyahut, që janë ultranacionaliste, ekspansioniste, dhe deri diku është quajtur në mediat evropiane të tjerë totalisht nazist. Pavarësisht se ai ishte izraelit, kjo që qeveria Benjamin Netanyahut është duke bërë, është ajo që nazistët bën kundrejt izraelitëve gjatë të sudit botërore. Por njëkohësisht fraksionet kanë filluar edhe brenda parlamentit izraelit, kur ne dimë që shumë zëra kritik opozit është nxjerrë jashtë parlamentit me forcë, është detyruar të mos flasin në publik e të tjerë. Media është presuar për shkak të quajturit ligji i luftës, siç parapërqet nga qeveria Benjamin Netanyahut. Dhe njëkohësisht Komiteti Evropian në së fundi është zgjuar, duke ndaluar tregtinë e armëve me Izraelin. Problemi është i Eurovisionit të vit, ku 5 vende nuk kanë për të qenë në pjesë e saj. Spanja, Hollanda, Irlanda, Slovenia, zyrtarisht kanë thënë që do të marrin pjesë, Turqia njëkohësisht nuk ka për të marrë pjesë. Pra diku te 5-6 vende nuk kanë për të qenë pjesë e saj, ndërsa shumë tjera janë duke konsideruar vendimin për të qenë apo jo me Izraelin. Pasi si mund të jesh në një vend ku të cilin e aplikohet sa të dy fishta. Rusia është përjashtuar nga shumë aktivitete sot. Ndërsa Izraeli nuk është. Pse? Sepse ka mbështetjen e SBA-s. Ne duhet të theksuar që veçanërisht ne pamë në Kombet e Bashkuara, që të vetë delegacione që ndëjin ishin amerikanët dhe disa vende të Mikronezisë. Ato janë vetë vende që e mbështesin Izraelin sot. Pra Nuru, Guinea Papau, një gjë të lloj, SBA të tjerë të ca vende që ka nga një person delegat. Është. Njëkohësisht, kjo vizitë duket se tregon edhe faktin që situata nuk është e fort stabil dhe për kryeministin Benjamin Netanyahu, pasi ne dimë që edhe gjatë vizitës së parë kur u takoi presidentin Trump në 2025, ishte kryesisht për presionin e madh që evropianët po ushtrojnë tek ai. Tani ky presion është faktik. Që evropianët janë zgjuar dhe kanë pranuar dhe po njohin shtetin e Palestinës, po pranojnë në zgjedhjen me 2 shtete ose ato që quhet për të qenë 2 shtete përballë njëri tjetrit, Izraeli dhe Palestina. Njëkohësisht, ky takim duket se po vjen edhe për shkak se amerikanët vetë duket se u mbasi durimi me qeverinë e Benjamin Netanyahut, pasi ne dimë që Amerika është partneri më i madh i vendeve arabe, ata hoqën sanksionet nga Siria dhe po mundohen të jenë aktiv në linjën e mesme me Arabinë Saudite, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe të tjerë, për investimet që ato vende bëjnë dhe kanë në SBA dhe SBA-ja kanë ato. Njëkohësisht, SBA-si intereson, të paktën presidenti Trump, i cili krenohet me faktin që ka bërë 8 deri në 9 plane paqeje për të vendosur paqen në botë. Flasim në Republikën Demokratike të Kongos, Tajland, Kambodgja, Izrael, Palestinë, dhe së fundmi tentativat për të bërë paqen në Ukrainë. Por që duket se situata ka ngelur në të njëjtën pikë. Izraeli nuk po të ishet mbrapa, po vijon të bëjë krime lufte dhe krime kundrejt njerëzimit, që janë të njohura edhe nga OKB-ja sot dhe të bllokuara në rezoluta vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por që ky takim duket më shumë mbi media, pasi dhe media izraelite ka marrë dhe shumë motivim dhe më tani nuk ka më frikë, pasi situata ka degraduar totalisht, ka dalë nga kontrolli. Ushtria izraelite ka dalë nga kontrolli totalisht. Pavarësisht organizimit që ata kanë të tjerë, kjo është kthyer më shumë si një ushtri mercenare se sa një ushtri kombëtare. Njëkohësisht, në shumë ushtra izraelit kanë kaluar në gjendje depresioni, shoku ose në vetvrasje në Izrael. Dhe nuk është diçka e jashtëzakonshme, pasi është një ushtri e cila ka mbi 4 vite, por në vitin e 5, që po bën vetëm masakre, po bën krime lufte, duke vrarë civil pafajshëm e të tjerë. Dhe kësaj radhe duket se presidenti Trump ka për ta pasur fort të vështirë, do se kjo vizitë ka qenë më gjatë se e para, dhe ka qenë për vitin e ri. Ka për ta pasur fort të vështirë për ta nxjerrë Benjamin Netanyahu nga kjo situatë kaotike, dhe nga kjo situatë e cila duket totalisht, me thënë e kuptojmë fundi si ka po qenë.
herët apo vonë do të triqet, pasi ai, ashtu si presidenti Zelenski, është të pushtet nga ligji i luftës, ka shkel kushtetutë në shumë aspekte, ka limituar lirinë e mediave, ka kryer krime lufte, dhe ne dimë që gjykata ndërkombëtare ka shpallur një mandat arresti për Benjamin Netanyahu, dhe që shumë vende sot kanë shpallur atë si persona non grata ose nuk e lejojnë të hyjnë në hapësirën e tyre kombëtare. Kur u bë në Poloni vitin e kaluar një komemorim i madh për çlimin e Auschwitzit nga ushtria sovjetike dhe trupat polake, Benjamin Netanyahu supozohet ishte pjesëmarrës, po ai nuk u lejua nga autoritetet polake, pasi qeveria polake tha që neve nuk mund të garantojmë sigurinë tënde dhe ne nuk duam të kemi të bëjmë me një krizë politike për shkak të reputacionit dhe asaj që ju po kryeni në Izrael. Ai nuk erdhi. I vetë një vend që ai ka vizituar në Evropë ka qenë Hungaria e kryeministit Viktor Orban, e cila është një vend neutral, oficialisht, politikisht në anën gjeopolitike, është një vend i cili ka sfiduar deri në limit principet diplomatike të Bashkimit Evropian ose të politikës ndërkombëtare, dhe që dim që ka bërë shumë takime kontradiktore, si me amerikanët, si me rusët, si me kinezët, si me arabët dhe të tjerë, po veç këtij vendi, ai s'ka bërë vizitë në vende të tjera evropiane. Pasi është e para këto vende kanë treguar që është e jo logjikshme të pranosh një vend i cili po kryen genocid. Po që mbi anën e presidentit Trump, mund të themi që Amerika sot është i vetmja anije e Izraelit për ta nxjerrë nga kjo situatë, edhe vetmja anije për Benjamin Netanyahu për të dalë nga kjo situatë. Por që pavarësisht suportit amerikanë duke se ka pasur shpërthime, ne dimë që kur Izraeli filloi të bënte bombardimet e jashtëligjshme kundrejt Iranit vitin e kaluar, jo, si vjet. Pas presidenti Trump erdhi në zyrë, presidenti Trump përdori një gjuhë shumë të ashpër kundër asaj që Izraeli po bënte. Me duke se edhe presidenti Trump është lodhur në farpike me atë që Izraeli është duke bërë. Dhe se si kjo gjë po arrin po del dhe nga kontrolli amerikanëve, dhe që po stër zgjatet. Kështu që mund të kemi edhe një presion të amerikanë për t'i dhënë fund gjës, pasi paqja u nënshkrua. Tani ngele për të implementuar, por përderisa Izraeli vijon të godasi, duke përdorur si pretekst faktin që Hamasi ka akoma armë, ose që 2 milion civil palestinez janë të gjithë potencialisht terroristë të mundshëm. Kjo është jo logjike. Se në këtë aspekt do të thotë që duhet të fillosh bombardimin e gjithë tyre civilëve, të vrasësh 90% të tyre, me këtë logjike që është përmendur në një media polake, të vrasësh 90% të tyre, do thuash në fund që tani dola, pasi numrat e mia në disproporcion më të madh se numrat e armikut tim. Kështu do thotë tani të bëjmë paqe. Por kjo nuk ka logjik. Qartë, mirë. Elianos, të falenderoj shumë, ne kemi arritur në fund të këtij programi. Faleminderit për informacionet. Faleminderit për të falenderoj shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, do bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. U ndalen tek Teherani, ku situata vazhdon të jetë alarmante, ndërsa disa letërnjoftime që ofrojnë kontrata për të bashkuar me luftën ruse tregojnë se sa shumë po përpiqet Moska nga ana tjetër të zgjerojë dhe forcat e saj. Një fenomen që sigurisht ngre dhe pyetje serioze për sigurinë dhe ndikimet ndërkombëtare. Nga Kievi, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski konfirmoi gatishmërinë për të mbajtur zgjedhje, por nënvizoi se kjo do të jetë mundur vetëm me mbështetjen konkrete financiare dhe logjistike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian, një thirrje sigurisht e qartë kjo për solidaritet edhe bashkëpunim për në një kohë kur vendi lufton për stabilitetin. Dhe vëmendja është tek takimi i nivelit të lartë mes Trump dhe Netanyahut, një dialog ky që mund të ndikojë drejt për drejt në fazën e dytë të planit amerikan për Gazën dhe të përcaktojë sigurisht dhe hapat e ardhshëm në lidhjen e mesme. Me kaq përmbyllim për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e martë. Deri atëherë, mirupafshim.